بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Allahu ju shpërbleft e nderuara hafize drita mislimi për emocionet që ngjallet me leximin e këtyre ajeteve të Kuranit fisnik. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirdhuruesit. I nderuari Reisul Ulema i Bashkësisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetaj, të nderuar mufti të muftinive të Bashkësisë Fetare Islame, të nderuar antar dhe drejtor të riasetit, i nderuari dekan i Fakultetit të Shkencave Islame, i nderuari drejtor i medreses Isa Beu, i nderuari kryetari Kuvendit të Bashkësisë Fetare Islame, e nderuara drejtoresh e Komisionit për Bashkësi Fetare dhe grupet religjioze, i nderuari rektori i Universitetit të Tetovës, i nderuari rektori i Universitetit Nën Tereza, përfaqësues të institucioneve të ndryshme, shumë të respektuar kryetar dhe përfaqësues të komunave, profesor, profesoresha, hoxhallar, vëllezër e motra, si dhe ju teleshikues të nderuar që po na ndiqni drejt për drejt përmes ekraneve të radio televizionit shtetëror, programi i dytë në gjuhën shqipe. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, rahmeti dhe bekimet e të Madhit Zot qofshin mbi të gjithë ju. Mirë se keni ardhur në shënimin e manifestimit tradicional me rastin e vitit të ri Hijri 1447. Vo ime tona Allah, milostivjot se milosnjot. Почитуван Reisul Ulema na Islamskата верска заедница во Република Северна Македонија,
Haxhi Hafiz Shakir Efendi Fetaj, počitovani mufti na muftiствата на Исламската верска заедница, почитувани членови и директори на Риясетот, декан на Факултетот за исламски науки, директор на Медресата Иса Бег, почитувана директорка на Комисијата за верски заедници и религиозни групи, почитуван ректор на Тетовскиот универзитет, ректор на Универзитетот Мајка Тереза, представници на други институции, градоначалници и представници на општините, професори и професорки, верски службеници, дами и господа, како и вие почитувани ТВ гледачи кои не следите во живо преку екраните на Државната радиотелевизија, втора програма на албански јазик. Добро дојдовте на традиционалната манифестација по повод Hicretska Nova Godina. Saygıdeğer katılımcılar, kıymetli kardeşlerim. Hicri 1447 yeni yılı münasebetiyle düzenlenen geleneksel programa hoş geldiniz. Güzel ve anlamlı anlar geçirmenizi dilerim. Hicreti është frymëzim I shpashtershëm dhe motiv I fuqishëm për besimtarët. Ai bart me vete idenë e aksionit, ndryshimit dhe ndërtimit të një shoqërie mbi besimin, drejtsinë dhe vëllezërinë. Hicreti është një udhtim nga errësira në dritë, është revolucion I madh shpirtëror e material, intelektual e edukativ, social e ekonomik. Hicreti është një thirrje për të lëvizur shpirtin ton drejt Allahut, për të lënë pas mëkatet dhe për të ndërtuar një jetë mbi devotshmëri, dashuri dhe tolerancë. Për këtë, ne sot kemi nderin që edhe ky manifestim të realizohet nën përkujdesin dhe patronazhin e Reisul Ulemas Haxhi Hafiz Shakir Efendi Fetajit. Për t'i përcjell para jush kuptimet, porositë dhe mesazhet e kësaj date, ftoj Reisul Uleman që të merr fjalën e tij të rastit. Urdhëroni nderuar Reis. بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëplotit. Ata të cilët besuan, migruan dhe luftuan me pasurinë dhe veten e tyre në rrugën e Allahut, ata kanë pozitën më të lartë tek Allahu Gjelleshanu. Dhe vetëm ata janë fatlu. Kaptina e Taube, ajeti 20. E nderuara drejtoresh e Komisionit për Marrëdhënie me Bashkitë Fetare, zonja Olivera Trajkovska, I nderuari rektor I Universitetit të Tetovës, profesor doktor Jusuf Zejneli, I nderuari prodekan I Universitetit Vizion pranë në qytetin e Gostivarit, I nderuari kryetari I Kuvendit të Bashkisë Fetare Islame, Nesip Efendi Demiri, të nderuar
muftin të muftinive të Bashkisë Fetare, i nderuarit dekan i Fakultetit të Shkencave Islame, profesor doktor Xhemil Efendi Nesimi, të nderuar drejtor pranë riasetit të Bashkisë Fetare Islame, i nderuari drejtor i shkollës së mesme islame Medreseja Isa Beu, të nderuar vëllezër, miq, musafir dhe dashamir, kryetar të komunave që rregullisht respektojnë solemnitetet e Bashkisë Fetare Islame, më lejoni që në këtë natë të bekuar që përshëndes me përshëndetjen islame, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sonte përkujtojmë ngjarjen e madhe në historinë e Islamit, hijretin, shpërnguljen e Muhamedit alayhis salam prej Mekës në Medinë. Në vitin 13 të shpalljes së Kur'anit famlar, respektivisht në vitin 622, në një kohë të ignorancës së papar, Muhamedi alayhis salam i detyruan nga presioni i madh fiziko-shpirtëror, izolimi social dhe ekonomik, si dhe synimi i politeisteve për të zhdukur misionin hyjnor islam, i inspiruar nga i madhi Zot, bëri shpërnguljen dhe lëvizjen e tij prej vendlindjes pranë nga Meka në qytetin e Medinës. Ishte një lëvizje hyjnore dhe për kohën në të cilën jetoi ishte e domosdoshme, sepse Muhamedi alayhis salam kishte mision të ndryshojë vendin ku lind dhe t'i ndihmoj kohës për të ngritur bazat e besimit, dijes, vlerave morale, formimin e familjes së shëndosh, barazinë njerëzore, vendosjen e paqes, tolerancës dhe diversitetit njerëzor. Andaj, hijreti Muhamedit alayhis salam nuk ndodhi thjesht si akt formal nga frika për të ikur nga vendlindja, por ndodhi për të gjetur hapësirë të volitshme për të kryer misionin historik, me çka do të ndërtoj principet e ardhmërisë së njerëzimit dhe atë me savion. Të definoj besimin në krijuesin e gjithçkaj, për të ngritur vetdijen se gjithçka që ekziston është krijimtari e Zotit të Madhërisëm. Të shpjegoj prezantimin dhe definimin e njeriut si vepra më e bukur dhe më e përkryer e Zotit të Madhërisëm, si qendër rreth të cilit rrotullohet gjithçka për të ndryshuar botën drejt të së mirës, të bukurës dhe konstruktives. Definimi i marrëdhënieve në mes Zotit dhe njeriut, njohjes së vetvetes dhe qëndrimi i pastër ndaj botës që e rrethon. Të shpjegoj ekuilibrin në mes shpirtërores dhe materiales. Vlerë kjo që e ngrit njeriu në piedestalin më të lartë në këtë dhe botën tjetër. Të definoj vlerën e paqes dhe solidaritetit në mes njerëzve, kombeve dhe njerëzimit si një parim i dashurisë dhe shërbimit të njërit ndaj tjetrit. Të shpjegoj parimin se veprat madhore kërkojnë qëllim të pastër, mund dhe sakrificë të jashtëzakonshme,
sepse nuk ka vepra madhore pa sakrificë madhore shpirtërore, intelektuale dhe fizike. Andaj, hijreti Muhamedit alayhis salam ishte akt i madh historik për të njohur njeriu dhe dinjitetin e tij, për të formuar shoqëri e bazuar në respekt, barazi, paqe, tolerancë, solidaritet, bashkëjetesë, me vetdije se diversiteti është vullnet dhe ligj hyjnor i Zotit të Madhrishëm. Hijreti Muhamedit alayhis salam edhe sot e kësaj dite është tejet aktual, në veçanti në kohën në të cilën jetojmë, ku po rrezikohet me të madhe dinjiteti i njeriut, për plot skamje e varfri, ignorancë e imoralitet, vrasje e mbytje, diskriminim dhe nënshmim i qenjes njerëzore, masakra dhe gjenocide dhe shumë anomali tjera që rrezikojnë dinjitetin e veprës më të bukur të Allahut fuqiplot që quhet njeri. Hijreti, emigrimi Muhamedit alayhis salam dëshmoi se ideali më i lartë është dashuria ndaj njerëzve, dashuria ndaj vatanit, ndaj vlerave dhe ndaj ngritjes për t'u aftësuar në shërbim të së vërtetës. Kthimi i Muhamedit alayhis salam pas shpërnguljes në vendlindjen e tij në Mekë për t'i sjellë çlirimin e saj, tregoi se atdheu është dhurata nga Zoti dhe më e dashura në shpirtin e njeriu. Andaj të punojsh për të atdheun është detyrë e shenjtë dhe sa ai nuk guxon të shkretohet, nuk guxon të boshatiset. Dhe me këtë ja bëri me dije se emigrimi është akt i shëmtuar dhe se ardhmëria qëndron në vendin ku je lindur dhe ku je rritur, duke lënë porosinë e famshme të atëhershme, nuk ka emigrim pas shlirimit, por ka përpjekje dhe qëllim të mirë, dhe se emigrim don të thot të ndryshojsh vetveten dhe botën drejt asaj që është e mirë. Hijreti është parimi një ideali i cili me vetdije të lartë dhe mobilizim i të gjitha potencialeve moralo-shpirtërore dhe fizike për të ndryshuar botën drejt mirëqenies, paqes, respektit, mençurisë dhe aftësisë për të kultivuar ardhmëri të lumtur për njeriu dhe gjininë njerëzore. Mobilizimi të gjitha forcave intelektuale, politike, fetare në shërbim të formimit në një sistem të shëndosh të arsimimit dhe ngritjes profesionale dhe intelektuale të gjitha shtresave të shoqërisë ku jeton. 2. Ngritja e një rrugë të sigurisë ekonomike për të formuar hapësirë fuqishme për të gjetur mundësinë e jetës në vatanin ku jeton dhe vepron. Dhe 3. Ngritja e vlerave morale për një jetë pa kriminalitet, pa korupcion, pa drejtësi që do t'i kthej pastërtia shoqërore, për një jetë të shëndosh në familje dhe shoqëri. Zonja dhe zotëri të nderuar të pranishëm, në fund, mund të konkludojmë se hijreti i dha impuls të fuqishëm pjekurisë individuale, shpirtërore, intelektuale dhe shoqërore. I dha impuls për sosmërisë etike dhe humane, dhe si i tillë paraqet një epokë të re, revolucion të ri shpirtëror, kulminacion i sakrifikimit shpirtëror dhe material për ardhmëri të ndryshme. Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotëri, në këtë natë të madhe, me rastin e përkujtimit të vitit të ri hijri 1400
e 47 kam nder të veçantë që në emër të Bashkisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në emrin tim të gjithë besimtarëve dhe qytetarëve, kudo që janë dhe kudo që veprojnë, t'ju shprehi urime të përzemërta me lutje Allahut fuqiplot për një ngritje dhe zhvillim në sferat të jetës fetare, shkencore dhe mirëqenjes së përgjithshme. Andaj, urime në qoftë viti i ri hijri 1447, ju prifte mbara dhe Zoti ju bekoft. Ju falënderit i nderuar i reis për këto fjalë, Allahu ju forcoft në këtë rrugë dhe Zoti të arrim gjithmonë suksese dhe mirësi të përbashkëta. Tani kam kënaqësinë që të ftoj për një fjalë përshëndetëse zonjën Olivera Trajkovska, drejtoresh e Komisionit për Marrëdhënie Fetare dhe Grupet Religjioze. Сега го поканувам Оливера Трайковска, директорка на Комисията за верски odnosi и религиозни групи, за да държи един кратен говор. Добро вечер. Почитуван реис улема Шакир Ефенди Фета, почитувани членови на Ријасетот, почитувани муфти, имами, представници од муслиманска вероисповед. Дозволете ми во моје лично име и во име на Комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи да ви ја честитам новата хиџра, односно 1447 година според муслиманскиот календар. Нека новата хиџра биде подсетник дека верата ќе ја посведочиме само доколку им помогнеме на оние кои се безпомошни, доколку ги засолниме оние кои што имаат потреба од дом, кои се раселени, кои што бараат помош, доколку бидеме на страната на оние кои се обесправени и молат за правда. Живееме во време кога светот го тресат страшни војни. Секојдневно на секој дел од светот умираат деца. Како мајка, сочувствувам со секоја мајка, без оглед на тоа, дали од муслиманска, православна, еврејска или било каква вероисповед. Затоа што човечкиот живот нема цена. Човечкиот живот е свет и секоја солза на една мајка и секој загубен детски живот за нас како човечство е пораз. Нашата вера, без оглед на тоа на која верска заедница припаѓаме, не треба да биде причина за поделби. Всушност, треба да биде причина за наша меѓусебна почит. Затоа што вистинскиот верник треба верата да ја посведочи со љубов и со мир, со почит кон различниот од себе. Само така ќе градиме човештво, ќе градиме општество, ќе градиме нашата држава Македонија, како земја во која што од секогаш сме живееле заеднички, сме водели војни рамо до рамо и да ја оставиме политиката да не разделува, затоа што многу често политиката ја користи верата за злоупотреба и за своји цели. Сите ние денеска во оваа сала сме верници и знаеме дека ниеден верник не треба да го промовира злото, туку напротив, да биде олицетворение на доброто. И по тоа да не познаат во општеството, затоа што напразно ќе се наречеме верници, доколку не го покажуваме тоа. Тогаш ќе бидеме само верници на збор или верници на хартија. Нека новата хиџра
биде потсетник и причина за продлабочување на нашите меѓусебни врски, кои што досега ги негуваме на многу високо ниво, и сакам да ви посакам сите да бидете живи и здрави и до година во уште поголем број да ја славите хиџа. Ju falënderit të nderuar drejtoresh, vi blagodari me poqitovana direktorka. Të nderuar pranishëm, tani më lejoni që të ftoj para jush korin e Bashkisë Fetare Islame nën udhëheqjen e Magjistër Eliesa Hasanit, i cili do të interpretoj disa ilahi. Andaj i ftojmë që t'i ndjekim së bashku. عطري اللهم روض المصطفى بصلاة وسلام سرمدي بصلاة وسلام سرمدي عطري اللهم روض المصطفى
Shkova pak te kodra e Uhudit, ku qëndrove o Habibi jon. Vizitova Kubën, Kibleteinin, këmba jote ku ka shkel gjithmonë. Afërsin me ty e përjetova, kur ndava lodën sy m'kan bet. E kuptova pse s'mujti Bilali me thirë zan pasi ke ndruje. Si Ebu Bekri që t'patafër, asnjëherë ty nuk t'kalon vet. Si Omeri, Othmani, Aliu, që ishim pranë teje në këtë jetë. Rrugët e Medinës unë i shkela, e mendova për ty janë e bi. A vjen dita ama mund son Zoti, veç me poemet për gjafuti. Sabahında Resul üzgün firakında Ebu Bekir Sıddık'la düştü hicret yoluna. Ebu Bekir Sıddık'la düştü hicret yoluna. Ay nuru Medine, nurlandı kutlu belde, rahmet yağdı çöllere, bu kutlu hicret ile. Rahmet yağdı çöllere, bu kutlu hicret ile. Açıldı bütün yollar, selama durdu dağlar. Resulullah aşkıyla
bekliyordu ensarlar. Resulullah aşkıyla bekliyordu ensarlar. Ay doğdu Medine'ye, nurlandı kutlu belde, rahmet yağdı çöllere, bu kutlu hicretiyle. Rahmet yağdı çöllere, bu kutlu hicretiyle. Gözler ona süslendi, gönüller alevlendi. Veda tepelerinde Tale'al bedru yükseldi. Veda tepelerinde Tale'al bedru yükseldi. Ay doğdu Medine'ye, nurlandı kutlu belde, rahmet yağdı çöllere, bu kutlu hicretiyle. Rahmet yağdı çöllere, bu kutlu hicretiyle. Ju falënderit të nderuar. Tani për një ilahi solo ftoj maestron e muzikës islame, profesor doktor Abbas Yahyan. Sa shumë ka marrë malli për një kënd të vjetër, një kavallit zonin t'jani jo. E ti kënoj dashniso si ashiki vjetër, fjallë të haku ti kujto. E ti kënoj dashniso si ashiki vjetër, fjallë të haku ti në për halkat n'alta, kur aty këndu, emrin tono shumë tu e përmet. Këtë dynja garipja, ashikat e tune, afër vetit ban jume. Këtë dynja garipja, ashikat e tune, afër vetit ban jume. Ftyrat si kur hana, natën kur rezoj, nurin zbardhi zemrën, në vedrit na ban. Fali kofsha ki rahmetit, oj fali
fare dashni Bane Zoto zemrën time Venin e lumnis Fali kofsha ki rahmetit Oj fare dashni Bane Zoto zemrën time Venin e lumnis Oj, Shefa
drekën kur e fala, edhe pas namazit selamet si dala, të qova selame, edhe salavate, i kujtova dhimbje, kujtje që i patem. Selame ka shkupi, ja Resul Allah, të dërgoj i meri, shumë kom qef me tha. Selame ka shkupi, për të janë e bin, të dërgoj a shiku, o me lot në sy. Ikim ti jam gjeti në gjami qarshis, ase që mu kujtua ditë e fëmiris, a ditët e para kur për ty më sova, kur në jetën time më nuk të harova. Akshame jaci në gjami qajirit, se afer qëllova e zani kur tiri, gjithande i selame edhe salavate për shpirtin e ëmbël, o të zot nisate. Selame nga shkupi, ja Resul Allah, të dërgoj i meri, shumë kam qef me tha. Selame nga shkupi, për ty janë e bin, të dërgoj a shiku, o me lot në sy. Pyqit e ti bukur me njerëz përmaluar, shqipet të përlotura ti për të takuar, ata që i takova salavat e qonin, asa dashni kishin sa shumë të kujtonin. Selame të shumta gjithandej qytetit, për ty o ilaçi, lypsit e i vretit, salavat e qtohen ma shumë dita ditës, selame Resulit nga shkupi liritës. Selame nga shkupi, ja Resul Allah, të dërgoj i mjeri, shumë kam qef me t'pa. Selame nga shkupi, për ty janë e bin, të dërgoj a shiku, o me lot në sy.
falenderojmë korin e Bashkisë Islame për këtë paraqitje kaq të bukur. Të nderuar të pranishëm, tani për një ilahi solo ftoj para jush ilahistin Muhamet Gaziun, i cili do të interpretoj ilahin Ja Resulallah. Ta dëgjojmë. Kaploj botën lindi Jehudije Mes tërësirës që kaploj botën lindi Jehudije Për kaluara betu një mund t'i eftesa Për në islam t'i drita E gjithë njerëzis gjithë alemi pot për ty Ja Habib Allah, Ja Nabi Allah Ja Shafi Allah, Ja Rasul Allah Ya Habib Allah, Allah, Allah Ya Nabi Allah, Allah, Allah Ya Shafi Allah, Allah, Allah Ya Rasul Allah Kaploj botën lindi Jehudije Mes tërësirës që kaploj botën lindi Jehudije Sofuti o musliman qohuti dhe jep selam sot lindrita E gjithë njerëzis funa e gjithë pejgamberis Ja Habib Allah, Ja Nabi Allah Ja Shafi Allah, Ja Rasul Allah Ya Habib Allah, Allah, Allah Ya Nabi Allah, Allah, Allah Ya Shafi Allah, Allah, Allah Ya Rasul Allah Ya Shafaat Ya Rasul Allah Ya Habib Shafaat
Falenderojmë ilahistin Muhamet Gaziun për këtë interpretim të bukur. Të nderuar pranishëm, tani ftoj një ilahist tjetër nga Dibra, Husein Mirzo, i cili do të interpretoj ilahin Dashuria e veçantë. Ta dëgjojmë. E bul asën e robruan, gjatë betejës betrin dritur, në këmbim për të ofruan, mja qafore të florin të, nga Zejnebja Muhammedit, një dhurat të ju ofrua. Kur pejgamberi e njohur, nga syri loti i rodhi. Para syve tashmamje, ftyra jote e përlotur, na vetmi ti përkujton, gjerdanine Hatijës, dashnia e parë është Hatijë, në të gjithë çka të përkujton, në zemrën tënde ruhet dashuria e veçantë. Ashabët o dakorduan për kujtimin që t'ja kthejnë, dhe hedhjen që përkujton nënën e saj Hatijën, dhe Zejnebja shkoi e lumtur, nga beteja Bedrit ndritur, për kujdeset për qaforen, hedhjen që nëna ja dhuroi. Para syve tashmamje, ftyra jote e përlotur, në vetmi ti përkujton, gjerdanine Hatijës, dashnia e parë është Hatijë, në të gjithë çka të përkujton, në zemrën tënde ruhet dashuria e veçantë, në zemrën tënde ruhet dashuria e veçantë. Ju falënderit i nderuari Husein. Tani
të nderuar pranishëm, kam kënaqësinë që të ftoj para jush artistin e mirënjohur Hamdi Rashidin, i cili do të interpretoj një monolog me titull Kur zemra ndriçon me paqe. E ftojmë të ngjitet në skenë. Kur zemra ndriçon me paqe, dashuri dhe mirësi. Në një botë që gumëzhin nga zhurmat, shpesh harrojmë të dëgjojmë zërin më të rëndësishëm, zërin e shpirtit. Aty në heshtje thellë të brendshme ndriçon një dritë. Është drita e paqes. Nuk është një paqe që vjen nga jashtë. Është ajo që fillon brenda teje. Kur e ndjen se Zoti është me ty. Jo si një dënimtar, por si pranver, si ajri që nuk shihet, por pa të nuk jetohet. Dhe kur zemra mbushet me paqe, ajo nuk ka vend për urrejtje, nuk ka vend për ego. Ajo bëhet fole për dashuri. Jo dashuri si një ndjenjë kalimtare, por si thelbi i ekzistencës, sepse besimi pa dashuri është si trupi pa shpirt. Nuk besoj se njeriu është krijuar për të urryer. Jo. Nuk mund të jetë kështu. Sepse ai që është krijuar nga mëshira e Allahut, nga dora e një krijuesi të butë e të mëshirshëm, është i thirrur të bëhet reflektimi i tij mbi tokë. Çdo njeri që kalon pranë teje është një mundësi. Mundësi për të qenë i mirë. Mundësi për të falur. Mundësi për të gjykuar. E ndoshta ndonjëherë mundësi për të heshtur. Mirësia nuk është gjithmonë ndonjë akt i madh. Ndonjëherë është një dorë mbi supe. Një buzëqeshje kur tjetri është i thyer. Një fjalë që nuk e the për të mos duar tjetrin. Një lutje për dikë që as nuk e di se po lutesh për të. Besimi nuk është vetëm në fjalë. Ai është në mënyrën se si i sheh të tjerët. I sheh me mëshirë apo me gjykim? Ai ndjen peshën e të tjerëve apo e ndjen vetëm peshën tënde? Kur e do Allahun, dashuria nuk qëndron vetëm në gojë. Ajo rrjedh në sytë tu, në rrugët ku ecën. Bëhesh burim qetësie dhe jo stuhie. Një dritë që nuk verbon, por të udhëzon. Njeriu nuk matet me atë që ka, por me atë që jep. Me sa dritë lëpas në zemrën e të tjerëve. Nuk ka lavdi më të madhe se kur dikush përmend emrin tënd në lutje, sepse e ke prekur me një vepër të vogël, por me shpirt të madh. Në këtë rrugtim të shkurtër që e quajmë jetë, ndalesat më të rëndësishme janë ato kur kemi qenë të mirë. Të tjera fshihen me kohën. Por një vepër e pastër, një fjalë që ka dhënë shpresë, një buzëqeshje që ke kthyer dritë në fytyrën e tjetrit, ato do të mbeten. Ato janë pasuria që nuk humbet. Kush e gjen Zotin në shpirt, e gjen paqen në çdo hap.
E kush e mbjell dashurinë në zemrën e tjetrit, ka lënë një gjurmë që nuk e fshin as vdekja. Le të jemi prej tyre. Le të jemi prej tyre. Le të jemi prej atyre që edhe kur heshtin përhapin mirësi, prej atyre që falin më lehtë se sa mbajnë mëri, prej atyre që mbajnë lartë fjalën e Zotit pa zhurmë, por me dritë dhe shpirt të pastër. Le të jemi prej atyre, sepse në fund kur gjithçka hesht, është paqja që mbetet. Është dashuria që jeton, është mirësia që kujtohet. Dhe të gjitha këto vetëm me besim të Allahut Gjeleshanu. Faleminderit. Ishte monologu kur zemra ndriçon me paqe. Ju falënderit i nderuari Hamdi Rashidi, Zoti ju shpërbleft. Të nderuar pranishëm, ndërsa tani para jush ftojmë hafizin e nderuar Yasin Abdullahin të paraqitet me ilahin Inni Tejari dhe Selamun Selam. E ftojmë. إن التياري حصبا يوما إلى الأرض الحرام إن التياري حصبا يوما إلى الأرض الحرام بلغ سلامي بلغ سلامي بلغ سلامي بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم النبي المحترم يا رسول الله الله يا حبيب الله الله سلام 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 على بئر زمزم نصبنا الخيام على بئر زمزم نصبنا الخيام خيام 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 وتحت الخيام رجال كرام وتحت الخيام رجال كرام 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 كرام
كرام كرام وفيهم محمد عليه السلام وفيهم محمد عليه السلام. Ju falënderit të nderuar, Zoti ju shpërbleft. Të nderuar të pranishëm, jemi në pikën e fundit të ilahive dhe për t'i dhënë edhe më tepër shija artistike dhe motiv shpirtëror këtij eventi, nga iftarin i cili vjen enkas për këtë event të interpretoj ilahin Bilbili i Medines, të autorit Ensar Sinani, muzika dhe aranjimi Mevlan Kurtishi, studio Ardian Kastrati. Urdhroni nderuar. Galartësit e qelit, profetët tjerë janë si yjet që ndriçojnë me dritën e diellit, me butësi prej trëndafili e me bukuri si hana. Ti e qenja më e bukur që ka lindur nana. O bilbil kur t'fluturosh ti për në Medine, qoj selamati që qanë për të zemra ime. O bilbil kur t'fluturosh ti për në Medine, qoj selamati që qanë për të zemra ime. Dhe një diti u mërzite për në malit kishte marr, për në vëllezrit që t'besua, mas njëherë ty pa të par. Lam të miri kësaj bote dhe selam ile umetit, vend takimi dashamirve do t'jet kroji i gjenetit. O bilbil kur t'fluturosh ti për në Medine, qoj selamati që qanë për të zemra ime. O bilbil kur t'fluturosh ti për në Medine, qoj selamati që qanë për të zemra ime. O bilbil
për në Medine, qoj selamati që qanë për të zemra ime. O bilbil, kur të fluturosh ti për në Medine, qoj selamati që qanë për të zemra ime. Ju falenderojmë tej mase për emocionet dhe këtë interpretim të bukur i nderuari Nafidan. Allahu ju ruajt dhe ju begatoft. Vlezër e motra të pranishëm dhe ju që na ndiqni përmes ekraneve televizive. Jemi në pikën e radhës ku do të bëhet dekorimi i 5 personaliteteve me titullin Mufti Vehbi Dibra, një titull i cili në vete ngërthen privilegjin dhe përgjegjësinë ndaj Zotit të Madh dhe shoqërisë. Për të mos marrë më shumë nga koha juaj, do të lexojmë nga një pjesë të shkurtër të biografisë së këtyre personaliteteve dhe më pas do të ndajmë dekoratat. Fillimisht, ftoj Reisul Uleman për të ndarë dekoratat e çmimit Mufti Vehbi Dibra. Personaliteti i parë është profesor doktor Ilmi Veliu. I lindur në vitin 1950 në fshatin Lapkindol të Kërqovës, shkollën fillore e ka kryer në Kërqovë, medresen e mesme Alaudin në Prishtinë, fakultetin filozofik Dega Histori po ashtu në Prishtinë, studimet postdiplomike i kreu në Universitetin Kirili dhe Metodi në Shkup. Në prill të vitit 1988, burgoset dhe dënohet me 4 vite burg politik me akuzën se ka vepruar për t'i rënuar themelet e Jugosllavisë. E ka filluar punën si mësimdhënës në shkollën 8 vjeçare Regj Rushid Zajazi, ndërsa në vitin 1991 në shkollën Drita në Kërqovë emërohet drejtor, po edhe mësimdhënës i lëndës së historisë. Pastaj vazhdon si mësimdhënës në gjimnazin e Kërqovës dhe në vitin 2008 emërohet drejtor i Muzeut të Kërqovës, ku ka qëndruar deri në vitin 2019, kur edhe pensionohet. Nga viti 2003 deri më sot ka shërbyer edhe si imam të xhamia e fshatit të tij, por edhe në një xhami tjetër të Zajazit. Deri më tash ka botuar 18 vepra historike, 5 prej të cilave janë me përmbajtje fetare, por gjithashtu edhe me vludin e parë shqip në Kërqovë. Ftoj profesorin e nderuar që të pranoj dekoratën nga Reisul Ulema. Personaliteti i dytë është doktor Musli Bajrami post mortem. Doktor Musli Bajrami ka lindur në vitin 1957 në fshatin Gradec të Gostivarit, shkollën fillore e kreu në vendlindjen e tij ndërsa të mesmen në medresen Furkan të Sirisë, kurse fakultetin teologjik në Ezher të Egjiptit, në degën e Akaidit. Nga vitin 1983 ai punoi si imam mualim dhe vaiz në fshatin Gradec, prej vitit 1988 deri në 1992 ka kryer detyrën e kryetarit të Këshillit të Bashkësisë Islame në Gostivar. Ndërsa që nga viti 1990, 91, 2007 punoi si profesor i rregullt në medresen Isabeu në Shkup, si ligjërues i lëndës së Akaidit, kaligrafisë arabe, daves dhe retorikës. Është recenzent i mbi 17 veprave me karakter fetar të përkthyera në gjuhën shqipe. Ai magjistroi në vitin 2003 në Universitetin e Tetovës, ku mbrojti me sukses temën e magjistraturës me titull Periudha historike e medreses Isabeu Shkup. Ka punuar për një periudhë në Fakultetin e Shkencave Islame në Shkup. Në vitin 2013 mbrojti me sukses disertacionin e doktoraturës me titull
shiitët 12 dhe ehli suneti, identiteti dhe dallimet në parimet e besimit. Ndroi jetë më në datë 19 qershor 2015 në Ramazan pas namazit të teravis. E ftojmë vllaun e profesorit të ndjer Zekiria Bajramin që të pranoj dekoratën nga Reisul Ulema. Personaliteti i tretë është familja Izairi. Nuhi Izairi lindur në 1966 dhe Nebi Izairi 1973, vëllezërit Izairi në vitet 1980-90 vendosen në Frankfurt. Atje ata filluan karrierën e tyre profesionale si montues në fushën e teknologjisë së ventilimit dhe klimatizimit. Pas shumë vitesh përvoj, Nuhi dhe Nebi Izairi themeluan në vitin 2005 Izairi GmbH dhe nisën vetpunësimin si nën kontraktor për kompani të mëdha. Në drejtimin e tyre Izairi GmbH u zhvillua si një partner i fortë, duke realizuar me sukses shumë projekte me një ekip me përvojë dhe drejtues të ndërtimit me mbi 300 të punësuar. Përveç veprimtarisë së tyre biznesore, Nuhi dhe Nebi Izairi angazhohen edhe në jetën shoqërore. Ata janë bashkëthemelues të xhamisë shqiptare në Offenbach am Main, e cila u hap para 10 vitesh. Në vitin 2023 hapën një fabrik për prodhimin e bakrit në Kamian të Tetovës në Maqedoninë e Veriut. Gjithashtu kanë qenë edhe donator të vakufeve të shumta, si dhe humanist të njohur gjatë gjithë kësaj kohe. E ftojmë zotrin Nuhi Izairin që të pranoj dekoratën nga Reisul Ulema. Personaliteti i katërt është Nurten Shehi Sakipi, koordinatore në medresen Isabeu Paralelja e Vajzave Shkup. Lindi në vitin 1968 në Shkup, shkollën fillore e kreu në vendlindje, të mesme në Gazi Osman Pasha Imam Hatip Lisesi në Stamboll të Turqis, pas mësimit të gjuhës arabe në Jordani, fakultetin e kreu në Universitetin Shën Kirili dhe Metodi, fakulteti i pedagogjisë, ndërsa masterin në po të njëjtin universitet me temën e magjistraturës vlerat edukative në familjen bashkëkohore me vlerat edukative të fesë islame. Është autore e disa veprave të cilat janë në procedurë të botimit, që nga viti 1984 i ka hapur dyert e xhamive për gra në territorin e Maqedonisë, në për qytete dhe fshatra, marrë parasysh të gjitha vështirësitë e asaj kohe. Që atëherë e deri më tani ka qenë ligjëruese e rregullt në xhamin e Haxhi Unuzit e më vonë në xhamin Isabeu në Shkup. Ka qenë aktiviste dhe kontribuese për zhvillimin e dijes, duke hapur edhe dyert e shtëpisë për mësimin e Kuranit dhe njohurive fetare. Ka qenë ndër iniciatorët për hapjen e medreses Isabeu Paralelja e Vajzave në Shkup dhe nga viti 2006 që nga hapja e kësaj paralele ka qenë dhe është koordinatore e kësaj paralele në degën e Shkupit. Ftoj profesoreshën e nderuar që të pranoj dekoratën. Personaliteti i pestë dhe i fundit është Valbona Zunçe Pajaziti. 25 vjet punë intenzive në gazetari, në Radio Shkupi. Ka bashkëpunuar ndër vite me një numër të madh mediash kombëtare dhe ndërkombëtare.
Gjatë luftës së vitit 2001, zonja Pajaziti ka raportuar nga tereni duke treguar profesionalizëm, guxim dhe përkushtim për të pasqyruar realitetin shqiptar në kohë të vështira. Valbona Zunqe Pajaziti ka botuar një sër librash me karakter historik, arsimor dhe kulturor. Ka profesionalizëm dhe pasion për fjalën e lirë, por gjithashtu duke ndikuar ndjeshëm në formësimin dhe pasurimin e jetës kulturore shqiptare e fetare në këtë hapësirë. Në vitet 2022-23 ka mbajtur detyrën ushtruese detyrës kryeredaktore Radio Shkupit. Gjatë gjithë këtyre viteve, zonja Pajaziti ka realizuar mbi 3500 emisione radiofonike dhe moderuar qindra veprimtari letrare për urime librash, ekspozita dhe simpoziume shkencore. Në vitin 2023, nga Gazeta e Alpeve, media rajonale pan-shqiptare ndërbalkanike, Shqipëri, Kosovë, Mali, Izi, Lugina e Preshevës, Sanxhak, Maqedonia e Veriut, është nderuar me çmimin Esad Mekuli, jeton dhe vepron në Shkup. Ftojmë magjistre Valbona Zunqe Pajazitin që të pranoj dekoratën nga reisi. Ju falenderit. Tani lusim Reisul Uleman bashkë me të dekoruarit për një foto të përbashkët. Ju falenderit. I nderuari Reis, do ju kishim lutur që edhe pak të qëndroni në skenë, që tani të bëjmë shpërndarjen e diplomave të hafizve, të cilët kanë kryer hifzin gjatë vitit 1446. Сега që podeli me diplomit e në hafizite što gi naučile na pamet Kuranot. Hafizi I par është Semra Alili, Muhafiz Abdurrahman Aslani Tetov. Emir Lutfiji, Muhafiz Abdulkerim Ebibi, Shkup. Aida Demiri, Muhafiz Gjelil Shabani, Shkup. Si duket mungon. Hafsa Ceka, Muhafize Semial Deari, Tetov. Adis Gashi, Muhafiz Isa Bekteshi, Shkup. Nazlie Veseli, Muhafiz Abdurrahman Aslani, Tetov. Zhytet edhe kjo mungon. Nuk është. Anesa Demiri, Muhafiz Gjelil Shabani, Shkup. Nuk e kemi. Elhana Maksutoska, Muhafize Zulejha dhe Dashurie Neziri, Strug.
Mervenur Ramadan, Muhafiz Abdulkerim Bibi, Shkup. Emin Demiri, Muhafiz Abdurrahman Aslani, Tetov. Amra Abdurrahimi, Muhafiz Abdurrahman Aslani, Tetov. Asad Idrizi, Muhafiz Sabatin Nuhiu, Shkup. Refik Iseini, Muhafiz Zulqufli Aslani, Gostivar. Për shkak se Refik Iseini gjendet në studime në Egjipt, diplomën e tij do ta pranoj prindi i tij, Zotri Safet Iseini. Egzon Ziberi, Muhafiz Gjemail Nuhiu, Shkup. Behare Abdiji, Muhafiz Abdurrahman Aslani, Tetov. Estral Jaja, Muhafiz Adnan Elmazi, Shkup. Bekim Salihi, Muhafiz Amir Aslani, Tetov. Nuk është. Anida Beqiri, Muhafiz Zulqufli Aslani, Tetov. Rejhane Murati, Muhafize Munever Murtezi, Shkup. Aida dhe Anesa Demiri, për shkak se gjenden në umre, diplomat e tyre do t'i pranojnë prindërit. Urdhëroni. Është i njëjti prind? Okay. Tani ju lusë për një fotot për bashkët. Falenderit. Të nderuar pranishëm, këtu ishte edhe fundi i këtij programi. Ne ju falenderojmë për vëmendjen, Zoti ju shpërbleft. Po që tu vani prisutni, tu ka beshe i krajot na ovoj program,
vi blagodarime i se gledame na drugi nastani.